zoti Zaçe. Unë ju them që po, Beogradi dhe forcat armiqësore kundër Kosovës dhe kundër Shqipërisë janë ato që kanë udhëhequr që në fillime demokratike një njeri i cili ka lindur nga debatet me Serbinë, ka mbështetur Serbinë, ka thyer embargon e naftës në kohën që gjithë Evropa dhe bota luftonte për të shtruar Bosnjën nga kriminalët serb. Ka bërë takime me Miloševićin dhe Karađićin në Shënaum. E të tjera. Kush është ky? Vetëm një njeri i cili përfaqësoi demokracinë shqiptare pa të drejtë. Nuk e di a jeni me mua, nëse i thua që e ka uzurpuar Serbia. Jo, me këto, po kam dhe më shumë për të thënë. Dhe Kosovën, ai gati do ishte që nesër t'ja jepte Kosovën Serbisë, vetëm që s'mundet dot. Sepse Kosova është bërja të tjetër na. Është shqiptare dhe jo Kosova, po që nga të gjitha viset rreth Shqipërisë, Shqipëria e madhe është vetëm Shqipëri.